Motra ime s'është më rregull, s'është më rregull nga truta. Kam dhe i vëlla tjetër, e në burg, e akuzoj kjo blova, çka kjo? Akuzoj për përdorim. Qa si baj? Nga që unë akuzojnë për pedofilia dhe unë me gocën time kam ai shkoj që nuk flas. Edhe falenderoj Zotin që u largua nga unë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Do jemi sot në një live të gjatë, sepse unë pas pak do habilitaren për një 40 vjeçar me emrin Elso Selami nga Gramshi, i cili sapo ka dalë nga burgu. Ka bërë 12 vite burg dhe dënimi ishte goxha i rëndë për ta. Por ditën e sotme ai nuk do flasi për burgun dhe jetën pas burgut, me çfarë po përballet sot, po ka një tjetër problem madhor. Kështu që unë do hap dritaren dhe do e dëgjoj më njëherë këtë 40 vjeçar. Elso, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, unë jam tani jam në Elbasan, sepse nuk më bën kënd dhe në Gramsh. Jam në Elbasan. Atëherë të lutem, më ke dërguar një mesazh në Instagram, e kam lexuar dhe më shkruaje që kam qenë në burg për vitin 2012 deri në 2024. Po, për 12 vjetë e 3 muaj të fata. Kur ke dalë nga burgu? Një vit e një muaj e ca ditë kam që kam dalë, dola me amnistin. Burgun e ke bërë në Shqipëri apo në Greqi? Shqipëri. Por çfarë bëre që u dënove kaq shumë vite? Nëse është e kështu ta jap edhe këtu, se kam problem më akuzon për pedofili, edhe unë prandaj janë ata 2 fëmijë atje, e nuk dua që të jenë. Rrugëse me ty do hapem si motrë, ime dhe ti gjithçka dhe unë gjithçka në jetë. Pa rëndësi ka unë të atë akuzë time, apo çdo gjë unë kam lënë me Allahun lart, sepse jam fal një 6 vjet, po kur dola për jashtë u mora me babën, sepse 4 muaj e gjysmë babës i kam dhënë kokë se ma goditi. Poza unë sa dola nga burgu pa kokër, lehu ngella 4 muaj këtu, kur me zi i ka në Greqia, dhe futu këte, ku jemi mësuar në me të vërtitme. E të vërtet atje pronari sikur të ka sklav, jo sikur të ka punëtor. E s'gjeta vend. Tani erdha i detyruar në Shqipëri. I dashur Elso. Po. Por do? Më lejon të bëj dhe pyetje? Po si, patjetër, normale. Sepse realisht u shokova kur dëgjova dënimin tënd për çfarë je dënuar. Je dënuar për pedofil në 2012 dhe konkretisht je akuzuar se ke abuzuar seksualisht me 2 fëmijë të vegjël. Po, jo, me një fëmijë, jo me 2. Me një fëmijë. Po, jam akuzuar. Pastaj akuza është e vërtet pas dhe një unë atë e lë me Allahun, sepse unë si kam faj, as nuk ka faj. Pa rëndësi ka. Kjo është pjesa ime me atë, nuk u fare unë ande. Për çfarë? Unë kam hak tani. Për çfarë zone? Do të pyes. Elso, do jemi gjatë të dy dhe do më tregosh gjithë problemin. Bëhet fjalë për zonën e Elbasanit? Aty ka ndodhur ngjarja që më pas për në Gramsh, për në Gramsh. Në Gramsh kam edhe unë ata 2 fëmijë që janë jetim sot, sepse nana nuk është e rregullt. Nana tjetër parte e videoja që ka dhënë Sajmir Kodra. Ju jeni baba? Jeni bërë baba? Jo, unë jam daja. Jeni daja. Atëherë të lutem, ma shpjegoj që ta kuptoj qartë historinë, sepse unë nuk u njoh dhe shumë gjëra nuk i di. Atëherë, pikërisht. Tani në burgun e mbyllëm këtu, mos e përmendim më, mos të interesoj fare burgu im, unë kërkoj vetëm të mirën e fëmijës. Po deshe. Po çfarë ka ndodhur? Po deshe. Ma trego. Atëherë ju pasi dolët nga burgu, çfarë ka ndodhur? Pasi kam dalë nga burgu, kam det atë natë tu në Elbasan se dorëzova letrën e ato. Vajta nga Gramsh ditën e dytë kam gjetë atë gjendje që dërgova fotografitë, nuk e di, ke parë si ke parë fotografitë, kam dërguar. Atë gjendje kam gjetur, unë ku ata rrifshin edhe peshin e priqin me njëri tjetrin. Kush? Ma shpjego të lutem. Motrat e mia, vëllezërit e mi, 2 vëllezërit e mi, motra ime, që s'është mirë, edhe në mes tyre janë këta 2 fëmijë. Ata 2 ikën ata 2. I mori institucioni, i mori si një media. Jo se donte për dhe me në arsye, sepse unë kam gjithë ato motra, edhe jemi edhe 2 vëllezër, njërin e kam burë po prap 3, unë po tem edhe njërë pashat madhin Allah janë mundu me na hullë, po vesh para Allahut hullëm para njeriu. Mua janë mundu me mishe me shpirt me mullë, po unë ngrijem prap, nuk e kam problem për vete, po dua ata 2 fëmijë motër, po ta kërkoj si motër, sepse motrat e mia nuk më vjen në bas. Nuk e din ligjin.
Me pa fjalë, s'kam bërë shkollë, motër. Unë shkollën e bëra 12 vjet atje brenda, edhe prandaj të flas kështu. Do më falësh. E kam kuptuar jetën se çfarë është. Të lutem. Përveçse do vi. Elso, unë nuk jam në djeni të historisë. Bëhet fjalë për 2 fëmijë të motrës tuaj. Po, të motrës time. Çfarë moshe kanë fëmijët? 5 vjeç dhe 7 vjeç, i gjetil, 7, 8. Janë motër e vlla? 5 me 8 mund të jenë. Po janë motër e vlla, dhe janë fëmijët më të zgjuar që janë rritur në mes të atyre të smurëve atje, janë fëmijët më të zgjuar para ndaj më rrinjsen. Po nëna e tyre, motra juaj, është në gjendje Nëna e tyre është jo, t'ishte në gjendje ajo nuk e bëja unë këtë gjë. Motra ime s'është më rregull, s'është më rregull nga truta. Unë nuk e di pse jam martuar në këtë shtëpisë. T'ishte për mua jo, s'e kam motrën më rregull unë që të rri si fëmijë, jam budall. Por bashkëshorti? Kuna? Çfarë bashkëshorti di unë ka ajo as i di fare. Unë s'di që fare u kam qenë burg, më çfarë është bërë kur erdhe kur kam bërë nga burgu i kam gjetur. Vetëm nana kishte unë që ashuja. Nana në vit 2020 nuk ka si hota do ta si dordhe. Unë biles nana më fal se po të flasim motrën. Unë nanës time kam vajt vetëm një të varri, e kam qarë për atë që e kisha, edhe nuk e kam detur 1 muaj e 6 ditë ngrams, nuk e kam kthyer dot. Atë fal për gishtin, fal. Nuk e kam kthyer dot surratin te Varreza kaloja për ditë, nuk e kam kthyer dot surratin, ishte shitja nanën time se isha premtuar do i mbaja. Po në gjendje që i gjeta unë s'maj do të vetën time. Atëherë kur ti ke dal nga burgu, ke gjetur motrën e cila kishte sjellë në jetë 2 fëmijë? Po. Tjetër kë ke në shtëpi? Kam gjetë baban më katastrofë nuk kam gjetë 2 vëllezër më katastrofë, që atje për zotin me hyrë atje me lënë darë në ngort nesër. Nesër darë atje ngort, ta të mund fute sot edhe nesër se keme darë. Por babai... Më kanë detur atje. Babai është në Greqi, e kanë marrë ato motrat ande, e kanë marrë ato ande baban, jeton ande babai. Por sepse është muhabeti që i kanë ngel të tjerë. Asta ishte babai aty, i mbante i shkreti, mërë të pensionin, mërë të kempin atyre, që e shteti, ato e di shteti, se së fute mande unë. Edhe jetonin, e qonin dhe këtë tjerat në i legë, në i gjithë, dolla unë, që t'ju bëja. Ishin 5 veta, ishta vetëm tek punë. Pra, sot ka ngelur vetëm motra dhe 2 vëllezrit e së Sot ka ngelur motra me 2 fëmijët, me 2 fëmijët. Me 2 fëmijët, 2 vëllezrit mi ka marrë shteti mua, mi kanë marrë dhe mi kanë marrë tentativë vrasje, sikur se dinte shteti, se s'kemi shtet neve, më falë, se po ndërhyte. Sikur se dinte shteti që vëllezët e mi ka një jetër ashtu që rrihen me njëri tjetrin, i filmovi dikush atje i lum dora, Allahu e bekofta ata që i filmovi ashtu edhe e çovi atje që u ngrit shteti dhe mi ka marrë, mi ka çunë lesh, po ka bërë habib se mi ka akuzuar për tentativë vrasje me njëri tjetrin. Jo, ata ashtu janë. Mos i dëno, po çojmë psikiatri. Nuk ka këtu ne jemi në... Por vëllezrit çfarë moshe kanë? Ta janë të mëdhenj. Sa mund të jetë 50, 48. Ndërkohë të 2 vëllezrit i ka marrë shteti, janë institucion? Nuk e di se ku i kanë çuar, s'digja fare, sepse unë erdha thash edhe një herë kam ardhur kështu. Kam ardhur vetëm me 200 euro nga Greqia. 100 euro mbajti rruga, 100 euro kam 4 ditë që jetoj këtu. Në Elbasan te motra ime pse s'du t'i bjem qafse dhe ajo ka 4 fëmijë, ka jetën e vetë, s'më intereson. Por gjithsesi ky le të themi është një lajm i mirë që vëllezrit i ka marrë shteti, sepse nuk kishte kush kujdesej për ta. Po, për atë është lajm i mirë për mua, po jo t'i akuzoj për vrasje, i s'dua akuzë mbi ata, po dua për atë që jam. Akuzë nuk e dua, këta ja kërkoj shtetit. Por pse ata për shkak të problemeve të shëndetit mendor kanë dhunuar njëri tjetrin? Po. Bashkë dhe kjo motra ime dhe njëra nga ato fëmijët që po të them unë tyja që duhen shpëtuar, prandaj të thira motrën që në fillim, duhen shpëtuar ata fëmijë. Sepse janë të zgjuar mashallah zoti, po në mes të atje skëtarës ata nuk kanë çfarë dalin përveç se kriminal. Unë atë një qëndim, unë atë kam meraku më të madh, se mbesa e di unë do ta ruaj se do ta marrin mbesat e tjera. Po atë nipçen unë atë kam hallë se krimi do ta marri kështu se ai është. Nuk du ushtarën këtë botë, unë du njerëz. Njerëz. Pra, 2 fëmijët e vegjël të jetojnë me nënën e tyre që ka probleme shëndeti mendor në kushte të vështira. Po. Jo të vështira, po shiki se ke fotot i kam dërguar aty se si jetojnë. Nuk e di se si mund të shoh shtesht, po unë s'ja di këtyre. Gjëra, po shiki se ta kam dërguar gjendjen që kam gjetur. Sepse motrat e mia mua më kanë këngështuar edhe nuk u flasin me gojë.
Se kujtojnë se kam fajun, sikur erdha nga Londra, unë nga shtëpiat e barit, jo sikur erdha nga burgu, që s'kisha 1.000 lekë për vete. Ato më turrën gjitha, i radhe smundja babës atë, po ja bëj halal ndeta, 4 muaj e gjysmë, e mbajta e lava, e shplava gjitha, kisha detyrimet e mia ndaj babës. Ato më qojnë mua, unë prandaj po ju mora juve si media, që juve t'ju jap kontaktin e atyre, t'ju çojnë kontaktin, do ta gjej unë me lena Allah, do ta gjej një që t'ma bëj këtë gjë të telefonit, edhe merrini ju si media, e thë çfarë do bëni me ata 2 jetimat. Më dëgjoj, ne do ta denoncojmë. Të lutem, mua nuk më dëgjojnë. Të lutem motër, po them edhe një herë. Mua nuk më dëgjojnë. Edhe ti merru firmën tërve, nëse je media dhe do, ta them me shpirt do drejtësinë. Merru firmën se kanë të detyrueshme ta japin ndërsa nuk I marrin ata. Por pse motrat e tua nuk pranojnë që nipi dhe mbesa të shkojnë në institucion? Jo, këto po I bëj una, po them edhe një herë. Nuk e di unë mendjen, të lutem, fal për bërtikën, të lutem se kam që kur kam dalë deri sot isha mirë ati branda, alhamdulillah, Allahu me bekot. Ati branda isha miliona herë më mirë, isha I qetë, të përjashtë për gjë qetësi. As nga njerëz dhe minje, jo më nga kështu, prandaj s'du unë jetojnë nga këtu. Unë jetoj nga Greqi. Erdha I detyruar të zhenja, vetëm për këto që që ngellën në rrugë. A mundeni me ma heqlitarin nga fyti, ose do marrë benzine, do vi mu para bashkisë, ati mu para kryeministrisë, dhe ve flakën vetës, jo, ta them. Elsa, të lutem, qetësau. Unë e kuptoj që... Jo, nuk qetësohem, të lutem, nuk qetësohem, sepse janë të pafajshëm, se që ka pa nona është e paj nonës. Nuk din ata janë fmi, unë që kur e pash atë që hodhë video plus që ndeta vetë. Po motë po tema I njerë, jam në atë matë. Merrni 2 fëmijët, I gjini institucionin bashkë me t'jamën, biles mos e ndaj, eshe mira mos e ndaj nënën, sepse ata zota duan me. Sa jo sa është për vete I. I dashur Elsa, unë e kuptoj qartë situatën që ti po ma tregon. Unë ka ditë ju the modra ime. Tani për mediat, për këto merri unë firmat nga ana ime ke firmën nxirra dhe në media. Unë nuk e kam problem se kam për hundje. Elsa, më dëgjoj detën. Unë nuk e kam për hundje. Më dëgjoj detën të shpjegoj. Duke ditur që ke ndëjtur 12 vite në burg, ndoshta realiteti që po shikon tani është I hidhur për ty. Por dua të shpjegoj. Ne po e denoncojmë dhe unë do lidhem patjetër me shërbimi social për ta raportuar si ngjarje dhe në momentin që shërbimi social e vërteton që nëna e tyre nuk është e aftë mëndërisht për fëmijët, menjëherë ata fëmijë kalojnë në jetimore. Nuk është nevoja. Edhe në jetimore, po me I kusht, të lutem. Çdo kush, jo, as mos vaftisen. Ata këta japun, jo, mos vaftisen nga asnjë. Fëmijët do rriten në institucion, po I dorëzojnë shtet, sepse fëmijët si të mos dalin në jetë do t'i marrë dhe vetë. I dashur. Se temate daja këtu do ta kem hapi punën, nëse jam aq I aftë sa ta hapi punë. I dashur Elsa. Punë dhe I marr atje. Rregullat janë rregulla, ligjet janë ligje dhe ne nuk kemi kushte përpara ligjeve. Pra as ti as unë nuk vendosim dot kushte përpara një ligji. Më dëgjoj me vëmendje të shpjegoj. Jo, lutem, ligji, jo të lutem, sepse me ligjin e kam studiuar kaq bukur sa nuk ka. Ligji ka I gjë. Kam unë dëshirë ta bija aty derisa unë të bëhem mirë. Ti je I detyruar ta mbash, jo të ma lësh në rrugë, sepse unë s'kam vend për vete, unë s'kam shtëpi për vete. I dashur Elsa, në momentin që ne do bëjmë denoncimin dhe jemi duke bërë këtë denoncim këtu në live me Odetën, unë do lidhem patjetër me shërbimin social për të ofruar ndihmë 2 fëmijëve të mitur të pafajshëm që nuk po jetojnë në kushtet normale. Dhe mbi të gjitha që nëna e tyre nuk është në gjendje ti edukoj dhe ti rrisi për shkak të problemeve. Unë dua të pyes, ti ke folur me motrën, e ke takuar motrën tënde kur ke dalë nga burgu? Po, te që t'jam në fëmijëve. Po, që ka 2 fëmijët, motra. Po qysho, unë bilezi mora këtu në Elbasan, kur kësha se zvija do të kam det me babën këtu në Elbasan. Po? Nuk ja do të ngramsh. Po dhe zveta ngramsh, se s'kam që bëj ngramsh që kam marru, po sjetohet atje, po thej me shpirt vetëm po këtu shtetit bëjt dorë, se neve si popull të me marru. Po, unë jetoj këteu, ata atje nuk ke çaj bën, se diun se edhe këto, se nuk kanë fajtë shteti jo, se jemi gjithë ta neve, po se janë data tjerë që janë në rregull që s'u ndjekin, po më kërkojnë fajin komplet mua, se ata më kanë eth mua, unë nuk flas as një nga njerëz dhe mi. Dua të pyes, kur ti e ke takuar motrën tënde, a e ke pyetur kush është babai I fëmijëve? Pra motra jote ka patur ndonjë martesë dhe zhëndar? Motra ime dim një edhe e vërteta unë të falenderoj për këtë, sepse unë dua që po djalit vedhe të jati, po
ata bën një gabim me mua, sepse unë isha këte me babën, ata erdhën e morën fëmijën pa pyetur. Babaj. Njerëzit e babaj unë se di fare. Po. Edhe i qova, deri bjereni fëmijën para nanës, se keni fare në emër. Por motra juaj ka qenë e martuar, çfarë ju ka treguar babai juaj? Nuk. Tani që më ka treguar, ku di gja unë di them që ata ande e martuar. Pra e ka pasur një martesë të rregullt, jo se e ka patur jashtë ligj, të jashtëligjshme. Jo me letra me kështu nuk e di, është nuk di gja unë. Pra nuk ka bërë një martesë ligjore. Nuk ka bërë një martesë ligjore. Në pak fjalë nuk e di, kam bërë apo s'kam bërë, nuk kam pyet njeri. Ta them drejtën, nuk kam pyet njeri sepse s'm ka pyetur njeri. Jo, unë dua të pyes çfarë të ka treguar babai kur ti dole nga Burgus, ai e di historinë. Babai mua e motër nuk më ka treguar asgjë sepse babai tim ma goditi trompoza. Direkt, mbas sepse kur vajta gjeta gjendje, po zoti kur të do, unë desh të ikja në kri. Po drejt, si dola nga Burgu do ikja në kri. Po desh zoti që majti babai 4 muaj, nga gjendje që gjeta, i rash me ndjes tash jo se s'është vërtet ajo, është punë e kraut, edhe iki punoj me shipun krau. Po unë gjendje që e gjeta vetëm se desh zoti më puri baban që ma goditi, që shpëtova dhe unë nga krijimi. Se sot jam vetëm duhet Elso sa vjeç je? Elso sa vjeç je? Unë 40. Po unë e quj veten 26 sepse aq e shputa jetën. U bësh dhe 100 vjeç, por të lutem. 40 vjeç je shumë i ri, padyshim jetën e ke përpara. Të lutem, pse mendon këto gjëra? Dua të shkoj prapë drejt krimit. Jo, kam dash të shkoja kur e pash gjend, po kur shoh shtetin që ma ka lënë në shtëpinë atij, çfarë presu më? Ma kush pres? Pres nga populli unë. Ata ne flas materiale. Unë paguaj taksa atje në shtet. Mase s'paguaj unë, po ata vetë paguajnë sepse ata janë në kem. Shiletin në gjendje. Elsa, unë e kuptoj që shteti jon mund të ketë plot mangësira, por kjo nuk do të thotë që ne të shkatërrojmë jetën tonë. Jo, fare. Dhe motër mallin që kam una me 5 veta, kisha dhe babën ai se babën e morën ato. Nuk ka çam bën mua askush. Edhe këtë kam besuar, sepse kam gjetur një katastrofë. Elso, të lutem, sepse kemi diku disa minuta që bëjmë bisedë bashkë dhe mua më vjen keq që dëgjoj nga një djalë i ri që do shkoja drejt krimit. Po pse ç'a mendoje të bëje ti? Puna ime do bëja lekun. Do bëja lekun që të ngriha familja. Kaq. Nuk mund të jap shpjegim me shpirt atë si motër. Dhe unë do vija në krim. Çado që të ishte. Dhe unë po të flas, Elso, i dashur Elso, dhe unë po të flas shumë hapur, më konsidero sikur ti je motra jote dhe po të flas me sinqeritet. Edhe unë prandaj po të flas. Çdo gjë që kam kaluar në jetë. Të lutem, më dëgjoj me vëmendje. Fatkesia që të ka ndodhur ty në familje, që më vjen shumë keq për një motër të sëmur, për 2 vëllezër të sëmur, për një baba të sëmur, është fatkesi. Ajo mund të më ndodhi dhe nesër mua. Por aman, fatkesia që të ka ndodhur ty, çfarë ka mund të vish, të më vrasësh mua dhe të më vjedhësh mua? Jo, s'do bëj asnjërin nga këto. Jo, ta premtoj, jo. Unë do bëja një diçka që e bën shteti vet. E kisha menduar me ti, me na gjuar si sa kam, di që jo shteti s'do kapte kur në botë, po madhe po të më kapte do i thosha. Kisha fotot e gjitha, shko ma ngri shtëpi mua. Ku do veto? Do vidhje, me pak fjalë do vidhje, për të jetuar. Jo, nuk do vije, ose do bëja i diçka me pak fjalë që është e palishme, drejt paligji do vija, po desh më falë motër, desh zoti më prit baban, edhe i thirra mendjes tash jo s'ka kjo jeta, po jeta duhet bërë. Bravo. Të duar trokas që e ke kuptuar. Ta them me sinqeritet, të duar trokas që e ke kuptuar që nuk është ajo rruga i dashur Elso. Vetëm këto të mbajnë. Elso, vetëm këto shpatulla të mbajnë. Fal, edhe unë po të them diçka. Unë të kam ndjekur sa kam qenë burr. Pastaj dola për jashtë, humba nga botës edhe nuk digja fare. Do drejt kam 2 djem që i kam poshtë shtëpisë time atje, në Gramsh, që këta i din gjithçka dhe flas syt atyre dhe s'du ta di sepse nuk fshet dot gjë, as ty nuk fshet dot gjë se këta i din gjitha. E qartë. E kuptoj. Unë nuk jam
unë nuk jam kam qenë kush kam qenë, po kush jam. Nuk s'ka, si thotë, mos shtes me të mrapën ose mos ngel me të mrapën se do ngel shati edhe se ka kur zero. I dashur Elson. Unë s'kam ikë para. Unë dua të pyes dhe të vazhdojmë bisedën bashkë për të pyetur për babain e 2 fëmijëve, pra të Nipi dhe të Mbesës. Nipi dhe Mbesa kanë është i njëjti baba apo motra juaj i ka sjellë me 2 burra të ndryshëm? Jo, unë nuk di gjë fare. Unë nuk di gjë fare. Sepse për të jap garanci. Por motra çfarë thotë? Ta them drejtën fare. Unë kur kam marrë për tek ti unë kam lutur Allahun e kam thënë Allah më jep zgjidhje. Dhe po them edhe një herë, për shumë pyetje më pyet sepse nuk di gjë çfarë është bërë rreth jetës nga 2012 deri në 2024. Por me mos pyet sa dola gjeta baban, nuk s'kam pyet fare asnjë drejt fare. Unë tani çfarë po shoh dua të bëj. Pse? Erdha e frenova veten, se unë akoma s'kam marrë në vete, se i vit burg. Unë s'kam marrë për vete akoma. Jo, e qartë, unë e kuptoj, por 12 vjet burg me 1 vit liri, unë s'kam marrë për vete, unë jam për vete kështu më, për zotin. Po çfarë bëj ndonjëherë? Ora më del gjumi natën. Unë për zotin unë më thon gjithë, çfarë bësh ashtu? Gjithë njerëzit, pse? Se e them, për ti më jep një zgjidhje. Kam pyet gjithë njerëzit e mi, mos i do ndonjëri si fëmijë. Shumë ka këthy një i përgjigje, them drejtë. Por ndalemi pak tu, se këtu desha të dilja. Ti je lutur njerëzve, fisit, që merrni Nipin dhe Mbesën ta rrisni, se jetojnë keq. Jo, nuk i kam thënë askujt, po i kam thënë ka ngel 2 fëmijë tim kush i do. Nuk i kam thënë fare se merrni apo jo, se nuk detyroj njeri. Kur unë Po pra, ke kërkuar ndihmë. Jo, njerin e marrun. E qartë, e kuptoj. Por aman, ata fëmijë kanë edhe një baba. Dhe ju nuk keni informacion. Por dua të pyes, ti me motrën tënde ke folur, motra jote është në gjendje të tregoj kush është babai i fëmijëve? Motra ime e di vetet e një atij, ajo e di dhe shpinë dhe gjitha i din. Unë di që unë ata shpjegova çfarë, por nuk e di më shkputë, unë prandaj doja të shpjegoja çfarë. Që u bëj gabim që ata morën fëmijën edhe unë me ata uzura dhe nuk ka vënë blok mua ata. Se i thash më jo, mos e vëjo, hajde provojeni edhe një merrni fëmijën pa pyetur. Se di unë ku vajte fëmia. Që merr ti pa pyetur. Mirë, okay, meraku është, por nëse ai është babai, ti nuk e pengon dot. Më fal, jo le të jetë babai. Babai duhet vite shtëpia ta kërkoj fëmijën. Tani do ecim me drejtën e njerëzimit apo të ecim me një krah. Jo, po desh ecim edhe me krah, atë dalon me fituar. Atë po jap jetën për një. Po jo, thash ajo. Ne duhet të ecim motrën me një krah. Unë tek unë kur rrin duhet ta di. Patjetër, por po s'dinte asnjëri gjë. Ai erdhi e mori fëmijën dhe aty jam zënë unë ata dhe nuk kam pik kontakt. Edhe s'kam pas ndonjëherë kontakt kur në jetë. Edhe këtë që pata kontakt, e pata vetëm për këtë që mori Nipin. Po. Kjo që kontakti i parë dhe i fundit me ata. Nuk i njoh. Po, të drejtë i kam ofenduar, i kam thënë jo, po jo, po hajt provoj. Se sa kisha dalë, aq se logjikoja edhe vetë mirë. Por edhe jam zënë ata, nuk flas. Motra po të vini ta kapni ngan që keni ngan. Ajo çaj nuk bën për Zotin. Tani unë motra kam, po nuk është di gjë fare, Allahu e di më së miri, nuk di gjë, ajo ka jetën e vet, unë përzihem, po ta 2 fëmijë nuk dua, kryesorja për mua janë 2 fëmijë. Nipi dhe Mbesa, e qartë, e kuptoj drejt, ti kërkon ndihmë, strehim për Nipi dhe Mbesën se jetojnë në kushte të vështira dhe jeta e tyre është në rrezik. E kuptova. Jo të vështira, po më keq. E kuptova qartë idenë. Nuk kam parë. Por dua të pyes, motra kërkon ti çoj fëmijët në jetimore, pra më shpjegoj gjendjen e saj të shëndetit mendor. Ajo jo, fare. Ajo i çonte mërgesha, atje se çanta mërgesha i japin një vak në ditë atje, vën han atje dhe më vjen një vak dhe ikin në shtëpi ata. Se kanë shkollë, s'kan shkollë, ku ti gjao kush e edukon ata. Ata nuk po them ndonjëherë janë mashallah, unë nuk kam telefon, imagjinoj për Zotin. S'kam telefon, të shkam kujtja le atje, fëmijët e humbasin. Ja më s'është më rregull edhe s'kan ata, asgjë. Po mirë, sa motra të tjera ke Elson? Unë kam gjitha 5 motra. Por asnjë nga motrat e tjera nuk kujdeset për Nipin dhe për Mbesën? Nuk e di gjë fare, nuk t'jap dot shpjegim sepse unë i kam bërë kur kam dalë që andej, kam bërë pyetje, i kam thënë 500 euro muj për muj dhe. Po, i gatshëm.
Po, i ka unë vetë 500 euro muj për muj, se marrë 1500 euro marrë më të pak të unë ndër, për betë. 1000 po i maj për vetën, 500 po jap atyre, se unë pas majta mirë vetën, pas jesh unë nuk mund t'jen as ata. A kupton, nuk mund t'jap do të mbi atë, edhe i thash, dhe unë i të gjitha ju, si kur nga i 200 që dini gjitha, mirë unë, mirë një, mirë tjetra, oj matër më ka zënë halli. Jam vetëm tek pull, mora vlan, dje i kënë të regon të mu pun pronash. Ato pronat ati janë babajt, unë s'di gja fare, se si ndanë shteti, se si ndanë, unë asë përzien fare. Pra, përveç dy vlezërve që janë të sëmur dhe i ka marrë shteti, ke dhe një vlla tjetër. Po, kam dhe i vlla tjetër, e mburg, e akuzoj kjo, blova, qka kjo. Kush? Kjo qyrykja që, kjo e jema e këtyre 2 fëmijëve që për të mune, akuzoj për përdonim, që si bëj. O, po situata që nga dramë në familjen tuaj. A, pra, unë po ta, oj motër, po të ndonjëherë, a kupton ti që po të them unë ty apo jo? A kupton ti ku më ka zënë? Më ka zënë, fash edhe njerë, tek e fundit ta fash, ty ta fash si motër. E fundit e ime, a do marrë benzinën, o do jap zgjidhje shteti, ose do marrë benzinën, e do djeg veten atje, se nuk merrem me, nuk mund të duroj dot me. E sot, Se a dy vëllezrit, iku çdo gjë për zotin, jetën time ka ikë çdo gjë. Vllai që është në burg, është me probleme të shëndetit mendor apo është në normal? Jo, ai është më shumë me probleme të shëndetit mendor, se ai është pianec. Por nësa ai ka probleme të shëndetit mendor, mund të ndodhur ky abuzim mes vllait dhe motrës? Nuk di gjë, s'jam as kushi, veç Allahu e ka parat e atëherë, apo unë s'di gjë, se kam qenë aty brenda, unë s'di çfarë është bërë fare. Nuk jap do të shpjegim për këto gjëra, kur s'jam dëshmitar. S'mund ta bëj dot i diçka as për një. Ku ka ndodhur kjo ngjarje? Sa po bën në burg vllai? Urdhë? Sa po bën vllai tjetër në burg? Vallai po të shafërsish i vit. Pra, përpara një viti ka ndodhur ngjarja. Për mund. Po, ata i arrëzuan si akuz, më duket se kishin dënuar 20 muaj, ja kanë arrëzuar si akuz. Atë sa është e vërtetë, ajo është bollaç, ajo smush, s'është më rregull nga trut. S'kemi çaj bëjmë, unë ata kam për pjesë, këta kam më motër. Ta njerëz kam për pjesë, nuk kam çfarë bëj. Por me motrat të shpëtoj ta që kanë dalë sakt. Me motrat e tjera që nuk kanë probleme shëndetit mendor, që jeton jashtë shtetit, por me ato pse s'ke kontakte, pse e zën, pse nuk flet? Po nuk kam kontakt sepse më thonë mua ktheu ti dhe mbaj atje. Ja për këtë. Ja ti japun mesazhe, ti dërgoj unë gjitha mesazhet që kanë dërguar motrat. Ti dërgoj unë se unë kam përshtypjen që problemet në familje duhet i zgjidhin të gjithë së bashku, jo vetëm njëri. Nuk ka asnjëri, nuk kam asnjë, jam vetëm thashë një. Nuk kam asnjë, më thon bëj çat dush, ma kanë ngjet gozhdën këta kanë bëj çat dush, më fal për shprehjen, më këtu gozhd godas. Nuk kam çfarë bëj. Ato kanë marrë babai në Greqi dhe ty të kanë thënë kujdesu ti për motrën dhe nipin dhe mbesën. Po. Në Gramsh. Po. Edhe për 2 vëllezërit e smur, për 2 nipin e mbesën edhe motrën, sa ku do i çoja edhe baban. Sa ku do i çoja, unë me rasën gjithë, më 6 veta, di unë vetëm tek puçë të bëj, unë di lajti shpeja apo të punoja paja. Me ato 700.000 lekë që merrnin ata të qelbër. Sa është marri? I dashur Elsa. Flasim materiale, motër, sepse është diçka, ata janë smur. Atyre ju bëni pjatë gjell, ai të rëzon. Nuk e ha, s'dua thotë ajo. Trishti i gjerë ekat aty ç'a do ai. Se është i smur, pse i thoni smur? A mjekojnë, a pinë ilaçe, medikamente? Po kush do i mjekonte? Iku nana, vdiq nana në 2020, në 2021 në largun, gjithë i la nga 2021 dhe 2024 kur dola unë nga burgu i pash. I dashur Elsa, unë e kuptoj që motrat e tjera ta kanë lënë barrën ty dhe ato nuk kujdesen për motrën e tyre të sëmur, për nipin dhe për mbesën. Por ti vet, ke kërkuar ndihmë një solucion për nipin dhe mbesën që të vënë jetimore, se ky është një rast që duhet me patjetër ata fëmijë të dorëzohen jetimore. Nuk e di se që më erdhi një nga Gramshi aty që punon me këto socialet. Po, shërbimi social. I thash për çunat i mori, i çovi një javë, i bëri gjilpara, i bëri mkeqe, i çovi pasaj kur nxjerrin fal për shprehjen nxjerrin jarg rrugës ose nxjerrin ato që nxjerrin rrugës, sepse i bënin ilaçe, se po spati kujdestarinë ka babai, ai babai ka 2 veta atje që e mbajnë, se dhe nuk i lë faj, janë 2 motra atje që mbajnë baban.
sepse babai do punën, do të rrish në kokë. Nuk ka, dhe baban e kam tequr. Edhe ata e faj nuk I le. Unë prandaj unë jam drejtuar juve. Jo, e qartë, por flas për nipin dhe për mbesën. Ke kërkuar ndihmë të veni jetimore, jo për dy vëllezërit, se dy vëllezërit kanë vajtur në institucion. Unë nuk kam kërkuar ndihmë sepse e vetmja gjë që ata kanë për mua mbajti. Kaq, nuk dim shumë nga ata njerëz. Nga njerëzit e mi nuk dim shumë përveç se mbajtim thonë. Por unë të premtoj që do lidhem patjetër me shërbimin social për rastin e nipit dhe mbesës tuaj që nga katastrofë e gjithë kjo situatë që ti po më rrëfen ditën e sotme dhe më shokove, kur njerëzit janë me probleme shëndetit mendor, janë të pavetëdijshëm për çdo lloj veprimi që bëjnë dhe sigurisht që jeta e atit nipit dhe mbesës tënde të mitur është në rrezik. S'ka rrezik më të madh. Kështu që është më së e ditur kjo gjë. Por dua të pyes Elsa, pas daljes nga burgu, kjo një vit e gjys, mund të flasësh për Ti do të dish për jetën time? Po, nëse ti dëshiron të flasësh. Po pa shat madhin Allah, po se tjera motre do të tregoj gjithçka. Unë si dola nga burgu, kam marrë tek motra. Sa ka marrë aty të isha në atë mentaliteti se kam bërë dhe unë gabime, më normale, se ora jemi njerëz për bëj gabime, se po mos bësh gabime si e njëri. Tani flasim atë reale, sepse ajo është rifreskim për njëri, unë varet se si e ka dhënë Allahu të ajo një rresku që kemi, por muhabeti është që unë dola nga burgu. Në moment, pash edhe njerë, doja të bëja me krime, do mërshëm, që krime të si do që t'ishte në gjendje që gjeta, si do që t'ishte i motër, falë, unë do bëja ku të gjia lekun që të ngëria familja. Sepse shteti nuk ishe bërgjë, ka pa nëna ime ka qundaja ta mbicin që është kryetar bashkie. Unë atia kam dhe votën gjithmonë dhe i e di shumë mirë dhe mua më mëriti zoti që se ka va përfyti kërë e pash atje në Gramsh, kur pash gjendjen e shtëpisë time atje, sepse ai e di shumë mirë. E frikshme. Jam thirr vetes tash, vetëm mund ç'a mund të bëj. Jam ngritur si kam parë baban në atë gjendje, jetë baba im 4-5 kapota pa lar, mos o zot se ka rrit 11 fëmijë që mos qofshin asnjë, mos u fal zoti asnjëri. Ja lafshin ta të mund e motër. 11, për njeri ka vdek, 11. Pa man, nuk e di për zotin, unë s'po gjej njerëz në ata. Po ja, fare. Nuk ka me njerëz, do ishte, ka qenë tjetër bota. Ka ardhur fal, Allah unë fal ky drejt çashku që po flasim tani kjo është gjë e mirë, pak se lidh me njerëzimin, po njerëzit janë bërë gjithë tek tomë. Flasim për botën e teknologjisë, e kuptoj. Se ka avancuar jeta jashtë burgut. Ka avancuar shumë jeta në këto 12 vite që ju keni qenë izoluar dhe normalisht jeni përballur me një teknologji që nuk e kishit menduar se sa e zhvilluar do ishte dhe njerëzit do flisnin dhe me forma nga më të ndryshme me njëri tjetrin. Po vetëm është diçka tjetër që jo si shkolla që kam bërë atje, se kam bërë në asnjë vend, dhe s'ka për ta bërë kurrë një vend. Shkolla e burgut? Atje është nuk është shkollë, po atje është universitet për njerëz. Por çfarë mësove në këtë? Më lejo të pyes. Çfarë mësove në atë universitet kur ti sapo dole nga ai universitet, mendja të shkoj prapë te krimi? Vetëm se më çovi familja ime, për familjen time jap jetën tani. Thash edhe një herë, unë ta thash që fillim, po nuk pas të kuptuar, motër. Unë bëj muhabet ta them me shpirt. Unë për familjen time unë jap derisa ti sta moj. Unë jap jetën time, unë vetë ta thash edhe një herë, vetë atje bezimin nuk mund ta shoh tash. Po nuk është kjo zgjidhja. Jo, zgjidhja ime, po zgjidhja ime. Po të zgjidhja, po të duket, ju kam 9 muaj lutem. Kam 9 muaj kurbet, se po kanë qesh parë që marrin motrat, se e din ato, se ja u qova në mesazh unë, dhe s'mjep një mu përgjigje, po do jep një asaj përgjigje, se do të them unë ty që ti marrësh, jo, duhet firma, ose do të veshteti. I dashur Elsa, sepse ata kanë për detyrë që ta japin e motra ime, se janë të afta asnjëra që ti marrin. Le ti marrin atë.
E qartë, kurtezët nuk janë të afta të kujdesen. Unë kërkoj falje ty atyre, për çdo gjë edhe ti do më bësh halal mua, për këtë bisedë që bëm, unë të falenderoj, po i qoftë ato e marrin, po jo ato asnjëra se bëjnë. Dhe janë të detyruara që t'japin firmën që ata fëmijë duhet, ose pas e dhanë firmën do ja u marr unë aty. Në mënyrën e gjej unë se si ja marr. Ta them me shpejt. Elso, besoj që gjej unë mënyrën e din ato njohin shumë mirë. Elso, besoj që ju nuk më kuptuat mua. Sepse unë ta sqarova, shërbimi social shtetëror ka për detyrë që në momentin që merr një denoncim për 2 fëmijë të mitur që janë në gjendje skandaloze, siç ti i përshkruan, me një nën të sëmur të shëndetit mendor, me një baba që i ka braktisur, ata fëmijë i merr automatikisht institucioni. Babai mbas edhe nuk i ka braktis atë, ka braktis jamës, se është jama për të marrë. Unë kam motra se është për të marrë, drejt para klasë materiale, po gjë jo më i burri po. Elso, ai burr braktis gruan e ndan, por jo fëmijët e tij. Për fëmijët e tij kujdese deri ditën e fundit të vdekjes. Po mirë, normale, po kjo është edhe me mua, e njëjta gjë është, po goca ime nuk do nga unë ndim, sepse nga që unë akuzohem për pedofili dhe unë me gocën time kam ai shkoj që nuk flas. Kam gocën 17 vjeçë, unë edhe ajo bën shkollën sot për infermeri në Francë, unë falenderoj Zotin, falenderoj atë grua që ka pas, atë që kam pas unë se ka pas njëri, dhe s'kam për ta gjetë kurrë. Pse ti ke qenë i martuar përpara se të bie në burg? Po. Keni dhe një vajzë? Kam një vajzë 17 vjeçë. Sot vazhdon për infermeri në Francë. Me jetë ta kesh dhe sa vite ke që nuk flet me të, që kur e në burg? Në gocën kam nga 2016-2017, 2017 që ka ardhur për fundit, pega shpjemën e saj, se i tha shpjemën unë e dua ta jap, po ta jap thesh 3 muaj të mbjezë fëmia. Ajo ma puri mua pa afat, pa gjë. Unë thash, jo, s'ta jap, unë s'ma bie, e di, thash. Prokurën, që ti ikte jashtë shtetit në ato kohë, po. Prokurën, po. Erdhi aty te burgu, i thash ai ta jap po për 3 muaj. Ajo ka më mirë, ajo ma puri mua pa datë, pa kështu, se vullosa, unë drejt. Dhe që atëherë ajo son fleta, e ma kam subocën. Qa si ka thënë, po nuk më intereson në gocës, i kam lënë veç Allahu. I kam thënë, kur të kesh nevojë për babën jam këtu. Nuk të shqetësoj, e shqetësova një 2 herë, pash dhe në një gabim që ka goca ime, që nëse unë prap fajnë nënës nuk e le, sepse ato janë rini atje, për pash me ashash në vojës, më erdhi mirë, por gjithsesi nuk kam çaj bëj, ajo është Europa, jam kuptuar se fleta vetë në Europë ose e pa ta parë, se unë shumë të numere me punime artistike, por se kam mundësinë që ta haptu. Bëj punime artistike, se kam nevojën askuj. Një njeri që ka një botë të brendshme, artisti, pse duhet të përfundoj kështu? Se di sepse, edhe falë, prandaj po të them që atje është universitet, se atje mora dhe atë unë, sepse unë për jashtë kam qenë i qafir që se imagjinon dot, po nuk flasim për kaluarën time, po unë po flas dhe I dashur Elso, dua të pyes, ti që në momentin që re në burg, bashortja të braktisi, u largua. Jo, kam det 5 vjet. Të ka pritur 5 vite. Të ka pritur 5 vite. Po, dhe ata gabimin e kam bërë unë, sepse nuk e kuptoja në fillim, i rria po prap, le që s'ka pari ditë bardh në unë prandaj po them që jam tjetër njeri, unë prandaj po them është universitet, ajo, kush kam qenë e kush jam. Prandaj, kush kam qenë nuk dua njeri që të rrinë atje, prandaj dua t'i shtyp para, të mos do e filloj nga të minj njerë, se po që është i Zotit shtyp minj, ata tjerë, si jam i Zotit, jo. Pra, ti e ke shtrajtuar nusën, s'ka pari një ditë bardhë. Po, shatë madhin Allah, jo ka qenë nusë, që unë, ma saj vetëm nuk e di jam lejon, po unë do ja puthje kam dhe ledhë vdes, A i ke kërkuar falje? Së më pranon. Dëshiron t'i kërkosh një falje publike, gruas, ish gruas. Ja, se s'ma ka pranë mua, ja. Jo vetëm unë motrën e asaj, po, e takova. Ish kunatën. Dhe jam kërku faljen, kërku faljen e kam thënë një të jo, mos e mësoni gocën ashtu keq kundra në meje, sepse nuk do digni mirë, kam thënë, sepse goca ime i ka thënë një lafë. Se ide e pa jo, kush ka qenë babajs, man mend vetëm i skenë që ta partia më të qarë këtua, e man mend të se arrone, se unë përndaj them kush kam qenë e kush jam.
Prandaj unë falenderoj Zotin që vajta atje në atë shkollë edukimi atje, që s'ka shkollë mbi shkollë, që sot dali jetoj pa frikë dhe më kam kokën lartë, se dita jetoj jetën. Më vjen mirë nëse ke marrë mësimin e dur në ato 12 vite që ishe izoluar në Burg. Jo mësimin, po kam marrë edhe çdo gjë, edhe shkollimin, e gjitha. I dashur Elson, nëse ish gruan tënde, do ta kishe përballë, kështu siç më ke mua sot, çfarë do i thoshe? Jo, vetëm se të qia do të sy. Nuk do arrije do ta shikoje në sy? Ja. Por pse kaq shumë gabime ke bërë ndaj saj? Jo. Edhe e falenderoj Zotin që u largua nga unë. Aq. Nuk kam fjalë, them drejtën. Edhe nuk i mërzitem që më ka mbajtur gocën kaq po larg. Jo. Ajo duhet më mbaj akoma më larg që më të thras më mendjes. Gjithsesi me çka kam mësuar. Më po ta them më njëherë, nuk mundem dot. S'mundem dot. Unë i fola 2-3 herë, e pash që ishte mesazhu që ka legjen po bajt, po ka qenë, po ka bërë, bante çdo gjalla, çuna rram ishte, zot në ta vim këtë frasë gjë. Ishte elektromu për këtë mu beqevi, ta shahet, vetë, unë kam besën time. Erdha këtu, më do të tregoj historinë, se si unë kam gabu që 2 orë të para që dola nga burgu. Çfarë bëre? 2 orë sa fitove lirin, çfarë bëre? 2 orë të para, ja. Kjo jetë që ka, për zotë, kjo jetë që ka, nuk e di, jo liber, për marrë, unë atë ditë që dola, Lisja me mbesën se mi këtë mbesa në atë, po mbesën time unë e kam studiu për më mërë, që mbesa ime nuk bën gabime, po vetëm thjesht, jam bërë 3-4 shoqe, edhe jetojnë, dhe bëjnë reklama në për lokale, në për këtë, bëjnë që ku më intereso, mu ka jetë me vetë, kush jam una. Sot, si dola, po ditë që dola i ka puti shpull, sepse e kam godit më këtu në Elbasan, dhe mora në telefon, i them, ku je këtu? Sa vetëm e të këtë zvete shpiti? Po zvete, ta më unë që nga dhe mentalitetin halde. Vetëm të thëmë, ku më ka ishe me i shokë? Më vetëm i shokë, po di që dhe që dajë më thëmë ty më, ke gjë me mbesën time të ju, po të që më thëmë dajë më të ku gjele dajë. Si që më thëmë atë parën. Të në të këtë se që më thajë lavja, po të i shpullën të të parë. Mora mbesën nga artika. Mora mbezë, vajtat e shpia, i thash mbezë, që me e bërë të dhima? Jo e se unë se shqipja, se që bëndë mbesa ino. Dhja jo, unë atë e kam vajtën drejtë një me vajzën. Një me vajzën, e sot e shtaran. E ke pikë të dobët. Po e kam pikën më dobët, ditoj që e kam pikën më dobët, se dhe jo jetime shërritur. I dashur Elson, unë uroj që të bëhet me mira për nipin dhe për mbesën. Është shumë e rëndësishme që gjendet një zgjidhje për ta dhe dua që ta mbyllim këtë live me një mesazh që ti drejtohesh shtetit shqiptar për mbesën dhe për nipin tënd. Sepse ky ishte thelbi i asaj që ti kërkove të hyje në live, për postën e folën për burgun dhe për jetën tënde. Unë për mbesën edhe për nipin tim, i them shtetit, nuk kam njerëz staf që të më mbajnë, po urdhëro meri edhe më nxjerr njerëz të edukuar për jashtë, jo të më nxjerrish. Se për që për shumë mirë janë ati ata, se nuk do i lej krimit të vdesin, veç se do i vrasi vetë. Të lutem, pas kësaj bisede, do më dërgosh adresën dhe lokacionin e sakt ku jeton motra juaj me nipin dhe mbesën dhe padyshim që do njoftojmë shërbimi social dhe do betemi bashkë në kontakt. Elso, të përshëndes dhe të falenderoj. Edhe unë të falenderoj për gjithë shka, po ditën vetëm kaq, mos prit gjëra kështu ditë që të like nga unë, se unë nuk di që ti dërgoj, se nuk di ta përdor telefon. Mirë, do të marrë në telefon dhe do ma thuash dhe unë do e shkruaj adresën. Ose ta shkruaj këtu unë, ish parku, Gramsh, sa kalon Varrezat. Dakor. Sa kalon Varrezat, po të pyesish Abeta. Dakor, do t'i marrim detajet pas këtij live-it. Mirë, të përshëndes, mirupafshim. Edhe unë të falenderoj për gjithçka, na fal për shqetësimin. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video dhe në fakt historia që dëgjuam sot nga 40 vjeçari ishte një histori shokuese me të gjitha detajet që pikërisht Elso Selami rrëfej, por unë uroj dhe shpresoj që
të bëhet më e mira për nipin dhe mbesën e tij, për dy fëmijë të mitur, të cilët janë në një situatë vërtet dramatike, sepse gjithë thelbi i këtij live-i ishin pikërisht ata dy fëmijë. Nëse ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këtë histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.